gëzuar 8 marsin për të gjitha zonjat gratë. Gjinia më e bukur, jo që djemët nuk janë, po neve na kam betë ashtu të thua si gjini e butë sublime, por reale është fuqia që ka se cila grua, sidomos në ambientet të ndryshme të punës e gjithë shka tjetër, do e kemi tani në rubrikën Vox Pop, kemi shpërnda shumë dhurata, ëmbëlsira e gjithë shka tjetër për zonjat dhe zonjushat, pra në vazhdim rubrika Vox Pop, ka të bëj me 8 marsin. Tetë mars është dita ndërkombëtare e gruas, një ditë globale që shënon arritjet sociale, ekonomike, kulturore dhe politike të tyre. E shërben si thirrje për përshpejtimin e barazisë gjinore. Arsyeja pse data 8 mars ka mbetur si dita gruas është krejtësisht e rastësishme. Në vitin 1914, dita ndërkombëtare e gruas ishte festuar pikërisht më 8 mars, vetëm për shkak se kishte rënë diel. E pastaj në vitin 1975, Kombët e Bashkuara i kanë dhënë epitetin si dita ndërkombëtare e gruas. Edhe Kosova solidarizohet me këtë datë unike duke organizuar nisma të bukura për gjinin po ashtu të bukur. Nëzëm së bashku me spitarin Fatim, Oksadant, Beli Sweets and More dhe dyqanin e këpucëve ortopedike për fëmijë Steps, ka shpërndar dhurata për disa prej grave që kanë lindur pikërisht në këtë datë. Përshëndetje. Faleminderit shumë, jemi prej emisionit Nëzëm, kena vendos me të shpërbly për nder të 8 marsit, kështu që fillimisht për mashallah emocione të shumta, a e ke prit që kanë me qenë binjak, apo realisht e ke ditë? Faleminderit, desha pas pari me uru 8 marsin krejt nonave kudo në botë, është ndjenja ma e mirë që mundet me pas një nonë. Po, realisht e kena di që jena në pritje të binjakve, dhe u konë dita shumë e mirë, për shkak që në ditën e nonës unë bona nonë për herën e dytë, është knatësi shumë e veçantë, shpresoj që çdo femër me përjetu këtë ndjenjë kaq të mirë. Një urem ndoshta për njerëzit që dojnë me festu 8 marsin, kanë vështirësi, kanë sfida, po thu që është lindja e dytë, por realisht me tregu pak për vojën tënde personale, gra në biznes edhe në punë, ç'është mundeni mja dalë, tashmë edhe 3 fëmijë po i bie tani? Mendoj që veç vullneti, me ekzistu vullnete tjera të krejt buhen. Në momentin që ki vullnet për një diçka caktume, besoj që mundesh mja dalë gjithmonë. Tash është pjesa më e këndshme, është përndarja dhuratave ku prej Oksadant ki një pastrim general të dhëmbëve që po besoj duke ngrënë ëmbëlsira ose gjëra të ndryshme, kjo gjë edhe ju duhet ose më saktë keni nevojë për të, kështu që kjo është për ju. Po kjo s'ka mbaru, ne kemi marrë në konsideracion mundet me qenë binjak, kështu që prej Steps i ki këpucë ortopedike, të cilat po besoj mundeni, edhe kjo është për ju, se po besoj që ke pas vitaminat e këto, prej Beli Sweets and More, ëmbëlsira që pastaj krejt shtëpia me qenë ëmbëlsume. Faleminderit shumë faleminderit, kënaqësi shumë e madhe që kom qenë edhe pjesë e spitalit Fatim, uroj jashtëzakonisht për një staf që ka që të mirë që e kanë edhe mikëpritin që e kanë pas këtë. Gjithashtu edhe për ju e faleminderit për dhurata dhe shpresoj që shihemi afet për të mira. Përshëndetje. Shpresoj që nuk po të shqetësojmë, po shohim që ka edhe njerëz të tjerë, kështu që për hir të privatësisë kemi punë me ty këtë herë. Apo na tregon ç'është ndjenja jote, vajzë, djalë dhe kur pritet me lind? Kam edhe lisi stat. Okej, do të thotë një ditë pas 8 marsit. Po. Ç'është janë emocionet e tua? Të bukura normale, sepse është diçka që po vjen në jetë, ta ndryshon edhe jetën e diçka. A keni mendu për emrin? Po. Ajla.
Aela. Po. Okej, do t'jetë dikon nga afër në ditar, kështu që në fillim urojmë shpresojmë që gjithçka të shkon mirë, kurse Fatim në bashkëpunim në Zoom ka vendosur që gratë cila dojnë me lind, mi u shpërbly me diçka që do i përdorni krejt jetën. Shumë faleminderit. Atëherë, kjo është prej oksadant, pastrëm sepse di që me ëmbëlsira me këto gjëra keni abuzu me ushqimin dhe keni nevojë me i bo. Beli Sweets More ka vendosur që me shumë ëmbëlsi ta pritni këtë gjë. Kjo është dhurata e dytë. Shumë faleminderit. Kurse e treta që do ju duhet është pjesa e Steps, është domethënë një dyqan me mbathje këpucë ortopedike për fëmijë. Kështu që me pas një këmbë të shëndetshme krejt jetën. Shumë faleminderit. Që kjo është dhurata e tretë për ty. Super. Edhe për fund, grua në familje, në biznes, si po ja dal? Do shta një mesazh për gjeneratat e reja. Shumë mirë, është një gjë që ja del, nëse don. Nëse do ja ja del. Po, ja del. Qa do ju uroja e Vladit? Vetëm të ketë shëndet e para edhe fat, kjo është gjë kryesore, se të tjerat shkojnë mirë. Po. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit edhe për juve. Shumë Ishte shumë faleminderit. kënaqësi. Përshëndetje. Fillim me shturime, mali e tof sa malet. Emrin vendosë. Çdo grua meriton kujdes dhe kontroll të rregull. Parandalimi është fuqia e gruas. Spitali Fatim, aty ku mrekullia fillon.